Nuk rreshtin shpërthimet e telekomanduara të makinave në Tiranë, por shënjistra fundit nuk ka qenë një emigrant siç ka ndodhur rëndom ditët e fundit, por kësaj here një funksionar i lartë i policisë. Madje është tentuar të mbahet i fshetë ky veprim. Burime policore bëjnë me dije se një sasi eksplozive është vendosur në makinën e shefit të krimeve të komisariatit nr. 1 në kryeqytet, Artur Hyka. Ngjarja ka ndodhur në orët e para të ditës së njëjte, kur një shpërthim i fuqishëm në zonën e Kino Studios ka tronditur të gjithë banorët. Burime nga uniformat blu bëjnë me dije se makina e Hykës pa targa ka qenë e parkuar poshtë banesës së tij në momentin që ka shpërthyer lënda plasëse. Mësohet se sasia e eksplozivit ka qenë e vogël dhe se është ndezur me fitil. Burime nga policia sqarojnë se nga hetimet paraprake, dyshohet se ngjarja ka ndodhur për shkak të detyrës së Hykës si shef i krimeve të komisariatit nr. 1 në Tiranë. Por duke u nisur nga sasia e vogël e lëndës plasëse, policia he dyshime se autori ka pasur si qëllim që të kërcënojë paraprakisht Hykën, ndërkohë që edhe vetë ai është shprehur se dyshon se atentati ndaj tij ka lidhje me detyrën. Dyshoj se ka lidhje me detyrën time. Nuk kam dyshime tek askush, por unë nuk kam probleme me njeri. Nuk di të akuzoj asnjë person pasi unë kam mbuluar shumë çështje, rrefehet Hyka pas ngjarjes. Sipas tij ka qenë ora 2 duke gdhir dita e njëjtë në momentin që ishte dëgjuar shpërthimi. Isha në gjumë kur dëgjova zhurmën. Dola jashtë dhe pas që kishte hedhur në erë makinën time pa targa. Poshtë shtëpisë ishin 2 makina, por vetëm njëra si ishte vënë lënda plasëse. Në pjesën e poshtme në mes të makinës pohoi shefi i krimeve të komisariatit nr. 1 në Tiranë. Veç kësaj, Artur Hyka ka pohuar se nuk ka pasur kërcënime apo paralajmërime lidhur me ngjarjen. Nuk kam pasur kërcënime nga askush, as paralajmërime nuk më janë bërë, por jam i sigurt që personi që e ka bërë ka dashur të më paralajmërojë për shkak të sasisë së vogël të lëndës plasëse dhe kërcënimi ka qenë serioz. Se lënda ishte vendosur në mes të makinës, pohon Hyka. Ndërkohë grupi hetimor po heton për zbardhjen e kësaj ngjarjeje. Ky nuk është rasti i vetëm që ndodh një atentat i tillë në kryeqytet. Vetëm disa ditë më parë një tjetër mjet u hodh në erë dhe u plagos drejtuesi i saj Petrit Marku. Sipas policisë, ky i fundit ka qenë i akuzuar për një vrasje në vitin 1999. Një javë më parë një tjetër sasi eksplozive është vendosur në makinën e biznesmenit Armando Cekaj në kryeqytet. Për të gjitha këto raste, policia nuk ka ende autor dhe po punohet për zbardhjen e tyre.